Nëse ti si ndërmarrës, si shef i kompanisë, mendon që tash në botën e AI-it ki me vazhdu me zhvillu kompaninë me të njëjta trendet që ki zhvillu para 10 vjetëve, unë po ta siguroj që tash që ki shumë gabim, edhe kimi apo sherrin. Mas datës 7 maj, çka pret me ndru të një profesionist që merr pjesë në summit? Gel, unë i përcjelli personalisht shumë summitet që bëhen nëpër Evropë sidomos, sepse është mundësi edhe për neve që e organizojmë Power to HR me mësuese në treja. Njerëzit e na japin qindra mijë euro me shku nëpër summite jashtë. Unë nisem ju premtoj që Power to HR është i një kategorisë shumë ngjajshme me summitet e nivelit më të lartë të Evropës. Kështu që kur të vjen ty, kur të organizohet një summit i nivelit tillë në Prishtinë dhe pa modesti pe thon, qysh mundet me mendu dikush me nejt në zyre edhe mos me qenë që aty, mos me qenë ku i ki krejt kolekt potencial të HR-it, biznesit, ku i ki mundësin më të mirë për më rjetizu, ku i ki mundësin më të mirë për me mësu, qysh dën ti me mësu prej një njerit qysh dën ndryshë ndështa me taku një njerit që vjen prej Amazonit, një Google, pishtën e brendeve që i përmendëm. Po për shefat e kompanisë është shumë rëndësi me qu profesionistët. Unë mendoj që shefat e kompanisë vetëm kështu i zhvillojnë. Mendoj veç pak më ndryshe. Ose për me shtu diçka, shefat e kompanisë nuk duhet me i qu vetëm njerëzit, ajo është pa diskutueshme, duhet marrë vetë. Sepse nëse ti si ndërmarrës, si shef i kompanisë, mendon që tash në botën e AI-it ki me vazhdu me zhvillu kompaninë me të njëjta trendet që ki zhvillu para 10 vjetëve, unë po ta siguroj që tash që ki shumë gabim, edhe kimi apo sherrin. Kimi apo sherrin në mënyrë se të menduar.